Zoti Zhlima, ku po shkon Shqipëria me gjithë të situatë politike ku një pjesë e politikanëve ndodhen në burg, ndërsa pjesa tjetër kërkon votën e shqiptarëve, përmendin këtu Berishën, Ramën, por së fundmi edhe Lulzim Bashën. Ndërkohë ka dalë në sipërfaqe edhe një konflikt brenda llojit ai midis kryeministrit Edi Rama dhe ish kryetar ose më saktë kryetarit të bashkisë ende se ndodhet ende në detyrë Erion Veliaj. Konflikti i nisur me zotin Rama dhe zotin Veliaj ka ndodhur në 28 korrik 2024, por edhe me konfliktin të cilën ne nuk i kemi dhënë fare pesh për asnjë rëndësi të veçantë, që është konflikti i ndodhur në 31 dhjetor 2018, kur zoti Rama thotë që do ta varë në pemë. Që aty ka filluar ajo që ne themi konflikti, sepse zoti Rama e dinte shumë mirë që zoti Veliaj tenton të marrë Partinë Socialiste, zoti Veliaj pretendon se mund të u bënte kryetari i Partisë Socialiste. Duke qenë në këtë situatë, zoti Rama përdori të gjitha ato mekanizma të mundshme që zoti Veliaj të shkojë përpara një drejtësie që vetë Partia Socialiste e ka inskenuar dhe vetë Partia Socialiste thotë që kanë bërë një drejtësi të pavarur dhe të paanshme. Por kjo ndodh vetëm kur aty te kjo drejtësi kapen njerëz të cilët çuditërisht doll një fakt i cili është përsëri çuditshëm, që të gjithë arrestohen rreth zotit Rama dhe i vetmi që nuk arrestohet është zoti Rama. Kjo tregon qartazi që kjo drejtësi nuk është funksionale në raport me kushtetutën dhe të drejtave të njeriut. Kjo drejtësi është jo funksionale, por në raport gjithmonë me kushtetutën e 1976-ës, kur prokurori ishte mbi të gjithë, prokurori ishte mbi gjykatat, prokurori ishte mbi institucionet. Pra këshilli popullor i asaj kohe ka qenë zona ose më mirë vendi kur çdo njeri u degeneronte thjesht vetëm se shkonte përpara këshillit popullor dhe jepte llogaridhënie përpara tij. Kështu është sot SPAK-u, një institucion i cili duhet të jetë në raport me kushtetutën ashtu siç duhet, është keq përdorur nga Partia Socialiste dhe nga zoti Rama për të bërë një, do të thoja, një kopjim të së shkuarës, siç ka qenë sistemi i asaj kohe Enver Hoxhës. Si mendoni, çfarë fshihet pas këtij konflikti? Konflikti ka të qartë diçka. Numri 2 që të bëhet numri 1. Dhe numri 1 që të bëhet zoti Veliaj duhet të ikte numri 1 që ishte Rama. Po kjo nuk ndodhi, sepse Veliaj bëri një gabim fatal, kopjoi Ramën duke qenë Rama aktiv në politikën shqiptare. Pra, Edi Rama mori 3 mandate si kryetar bashkie e Tiranës dhe zoti Veliaj kopjoi zotin Rama. U desh ligji i vetë qeverisjes vendore që të bllokonte historinë e kryetarëve të mëparshme. Jo më shumë se 3 mandate, jo më shumë se sa ka Edi Rama. Dhe jo më shumë se kryetar bashkie o kryetar partie sa është Edi Rama. Pra, e gjitha kjo çfarë ka ndodhur në Partinë Socialiste është ajo që kam thënë tek ju me kohë. Lufta e brendshme është në vazhdim, është e egër, është një luftë e cila nuk duket ashtu siç duhet, sepse ende pushteti është shumë i fuqishëm, por me kalimin e pushtetit ose me ikje nga pushteti në çdo formë dhe mënyrë, shi Erion Veliaj dhe kupton gjithçka, tregon qartazi që në rast se Partia Socialiste në 11 maj shkon në opozit, atëherë do të shikoni të vërtetën se si do hapen gojë njerëzit ose do hapen më mirë deputet që janë aktualisht, duke thënë që kemi qenë të shtrënguar, nuk kemi qenë vetvetja, kemi bërë gabime, i kërkojmë ndjes qytetarëve, sepse nuk kemi munduar ose nuk kemi pasur fuqinë të jepshim një përgjigje ndaj të gjitha kësaj masakre që ndodh në kurriz të Partisë Socialiste. Edhe një herë e them dhe përsëri te socialistët që e duan Partinë Socialiste. Nuk flas për rilindasit të cilët Partinë Socialiste e kanë mjet përfitimi. Flas për socialistët që kanë një ideologji. Unë e pranoj. Je socialist, je komunist, ke të paktën një ideologji. Por nuk mundesh ti të autorizosh njerëz që në emër të Partisë Socialiste
të bëjnë shkelmime ndaj një partie politike, siç është Partia Socialiste, që është një parti e cila është historike në vend. Më pëlqen mua Partia Socialiste apo jo, është një parti e cila është e themeluar në 1991, është një parti që ka ndryshuar emrin nga Partia e Punës për Partia Socialiste, por unë nuk mund të diskriminoj këta individ. Por unë këta individ mund vetëm të them diçka që është shumë e mirë për veten e tyre. Më mirë një parti socialiste në opozit sa më shpejt, se sa një parti socialiste në pushtet absolut, dhe në të ardhmen nuk do të keni jo vetëm emrin e Partisë Socialiste, por nuk do të keni edhe trëndafilin brenda ose petalet, si i quajti një djalë i ri, i Partisë Socialiste. Thjesht do të shikoni njerëz të cilët vend të jenë në Partinë Socialiste, në një të ardhme të afatgjatë ose afatshkurtër, do të shikoni që do të jenë përpara drejtësisë nga politikan burgaxhi dhe nuk do të kenë mundësinë të gëzojnë dhe pensionin e tyre, sepse pikërisht Partia Socialiste në vend të çonte politikanët e vet në rrugën e dur që është në pension ose në opozit, po i çon në burg. Kjo është një katastrofë për një parti historike, në krahasim me Partinë Demokratike. Nuk ka lidhje fare Partia Socialiste me Partinë Demokratike. Dhe le të krenohen disa për drejtësinë. Drejtësia aktuale është plepa 2. Më përpara u komandonte nga Partia Demokratike, sot komandohet nga Partia Socialiste. Nesër do të komandohet drejtësia nga një parti tjetër, po nuk e duam këtë drejtësi. Duam një drejtësi konkrete, reale, e cila do të jep shërbim ndaj çdo qytetarit dhe nuk do të haj presion. Shumë e thjeshtë kjo. Si mendoni, pse Erion Velia u tërhoq nga vendimi i tij për delegimin e kompetencave për drejtimin e Bashkisë së Tiranës? Së pari duhet keni parasysh që zoti Velia fillimisht filloi me një sulm. Pas sulmit që bëri, jo ai kuptoi, por të tjerë kuptuan që atë duhet ta informonin, sa ai ka qenë i keq informuar, sepse mendonte se edhe brenda burgut është akoma kryetari i Bashkisë së Tiranës. Ai ligjërisht është kryetari i Bashkisë së Tiranës, por juridikisht ai nuk mund të jetë vetë një person i cilit ndaj tij është marrë një masë sigurie, siç është ajo e arrestit në burg. Zoti Velia i duhet kuptonte që në fillimin e hetimit të tij duhet të kishte kujdes në deklaratat e tij juridiko-politike dhe mos të ngrinte tonin dhe zërin lart aq sa nuk deshte ndaj prokurorëve dhe ndaj gjykatësit. Dhe madje bërë një selektim të gabuar duke goditur Olsi Dadon dhe jo duke goditur bashkërisht dhe Altin Dumanin. Kjo ishte një gabim i cili nuk falet ndaj një person që ka një pushtet, gjithashtu është dhe një gabim ndaj një personi i cili ka kërkuar me çdo mjet të mundshëm që të arrestohen politikanë dhe madje kundërshtarët e tij politik, duke i treguar që drejtësia jonë funksionon. Tani kur vjen flakat e ty, normalisht drejtësia nuk funksionon dhe që ka Dado i keq, Dumani i mirë dhe dikush tjetër prap i keq. Pra, duke e konkluduar edhe këtë si rast, unë them që skenat që ju keni parë në Bashkinë e Tiranës duke u shkarkuar nën kryetarët, duke dhënë autorizime duke u tërhequr, janë skena të qarta që kuptohet që Bashkinë e Tiranës e ka Edi Rama dhe nuk e ka më Erion Veliaj. Erion Veliaj tani e tutje do jetë i vetëm, do jetë jetim në betejën e tij juridike, sepse betejën e tij politike ja shkatroi ose më mirë ja mori sy për sy dhe në një konferencë të madhe me punëmarrësit e Bashkisë së Tiranës, kryetari i Partisë Socialiste, aktualisht kryeministri i vendit dhe madje në hije kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama.